Sa po bëni lupsat? Të 3.500 euro. Të 3.500 euro nuk mundi merr as. Po, që valla su një nxirr. Kur? As në Gjermani as kërku heq. 80 janë. 81 vjet i kia. E që shekeru vetën kështu. Veç me kacije me tërna ka. Po që në 5, sa bohet ja se gjysën 5. Te rinë 8, 9, punën boshe, pe boshe, dal bishkve. A boshe që e kam se ka kush. Au, edhe në du një bazanak. 3-4 i kom për një dufa. E qanë mirë me vlla e bravo. Shumë. Edhe këtu. Kini bazanak që e dën shumë. Që kë më ka gjinë, që se kom prit heq, që këtu i kom djelt, po dhe reja që si ka kushën Kosovë heq, respektin që i ma bujnë ata se di kush heq. Po ne i kom rejat ati që njone që i thonë tjetra quhat. Basa e lodh. Jo. Qysh je, qysh po kalon? Mirë. Na erdhëm me vizitu Dadën Ramize, gjatëm edhe ty këtu. Apo më tregon ai familjora, pse ke orë? Jo, unë vetë personalisht për nevojat mia, këtu me ble tomël, mol, djath, blej edhe pleh këtu për boshe, e se qashtë. Që të punë. Ti, se bisedum para se mja njësë intervjistës, pak the që matë poshta e në lupë se one. Ja komplimentuve lupë, do me thonë Dadës Ramize. Ja, po qashtë të qëre kjo se ka kun një sejtë, trup qërmunë, qërë. Veç bedat, kërë pa. Se që blinë qumsht, e blinë bylmete, djathë, blinë edhe plihin, do me thonë për boshe, apo më tregon atë ka dollë qumshti i mirë, djathë i mirë. Qysh po ma përshkru? Jo, s'ki që të përshkru se matë mirë se në gjohë heq. Po, a? Jo, valla veç më nëhesh. Veç më nëhesh ma djasja valla edhe të pasht, edhe të mirë, edhe të anaj ka, pasha zotin. E cilit vend vjen ti me modë djathë? Unë e jetek të më Prishtinë, Bregdilët e kom shpinë, po nga ata pe Bregdilët që të vim edhe me bicikl e kome. Edhe të ka dollë djathë i mirë, po thu matë mirë në të vallaj për veti se kom lip matë mirë. Jo, sa mirë. Ka të natë mirë, ta shkyri me marrë një me prej nej që si fare vishisit mirë, me marrë me prej, se kjo një kuqet, diçka që asë hahet, që i ramishit, po kjo i manë kështu tep të. Manë për qefi, shkur të shqip, edhe me krejt standardet po shien, tash edhe lukve. Moti njëkta, që i 20-30 vjetin ja. Tash ti, do me thonë pak metra prej Prishtinës, e ko këtu në logjën së fali që i monë këtu lotë. Qysh po një është ti? Bala, unë, adi, kër e shë këtu, unë e një vetën shumë që ditë shumë. Që po mund të me motë një zëtë pa lëp një grua, unë e ka gjabë me bëjnë një farë levizje, s'ma kishë morë mena me rruk jo këtu, me i përtheku edhe me i mojtë ka shmirë, dhe që kjo bravo i këtu. Po, edhe do më thonë Prishtinë, midis Prishtinë. Midis qyteti, edhe si sheh kur, nuk i sheh kur në rrugë. Aden, se ka njoni që atje dikun se diku, që të dole në për Bregdilët, në për Korpen, në për këtu. Këtu i mon e ka dhe tuken edhe këtu. Jo, po, kjo kujdesit për çdo sen, kjo është. Kur duhesh mu kujdes, kjo vend, bo, kur s'kujdes është kiko. Apo më tregon ti mu sovjeti ki? Se po dukesh këgja i ri kështu? Jo, i ri, po, vëllaj, 81 janë. 81 vjet i kia? E që shekeru vetën kështu se po dukesh? Vesh me kacije me tërna kopë. Pasha, zëvët i kur, apo më shes qitash? Shes qështë. Si qërë në 5, sa bohet ja se gjysën 5. Te rinë 8, 9, punën boshe, pe boshe, dal bishkve, se mirë në edhe me gjytita një kështu. E ki do me thë pasion edhe gjytin. Që kjo t'ka mojt, po thu, me u si një 50 vjeqar, 60 vjeqar. Ko gjafotëm një më kja. A ki probleme me shëndetin? Jo vëllohi ja. Pasha zëvëtin ja. Edhe produktet bio këtu prej Dadës Ramize, kretu. Edhe boshën tone, pasne. A boshën që e kam se ka kush. Au, qëtash ka një patiljonat me dollë, e sa në këtu, këtë jenë dollë qëtash. Në milë shumë herë. Pas, mund karo me shku gjdo fshat po thuaj se të Kosovës edhe me vizitu shumë familje, shumë njerës, po tash fatkecia ma modhe o që fshatrat janë braktisë shumë. Fart vëre? Shumë janë braktisë, i kanë shukat unët. Fart i kanë shuhe. Për di qysh me nënaj, di qysh ka, qysh vjen e viret që të në vetë ka banese, për rëj për sërnesa e vëllohi. Që të mërmenja ti.
Unë po njëna keq, për shkak se shkoj njëri ndoshta me vizitor një fshat me bo një dokumentora, mi bo do intervistat mira, së në gjonë kërkën atë. Jo, shfarë. Kur, jo, heq gjonë atë, heq. Që unë për shembull më katën tem ku shkojnë me që këto vlla kam, ha me kom vlla dhe kom shok, kështu. Do me thoj pas ke raportin e mirë ti me vlla. Se i na mësu na shqiptarët ma shumë me dosht bajanokun se vlla. A vallahi, edhe ne duhet një bajanak. 3-4 i kom për një duhet fort. Po, po besoj ma shumë e do vllona. Na ja, normal. Do është një lloj hajgore, kështu që bojnë shqiptarët. Jo, po kjo është i ngushëm, zoti na. E qënë mirë me vlla e bravo ju shumë. Edhe këtë që keni ardhë bashkë do me thonë. Po e vëlloj fletë nuk konë, kur i thash e atë përshkojmë të Ramizja, sa të plosë dole Ramizën, thash atë përse përshkojmë për marrë dhe plesë, po më vjetë që ka, kur erë. Une, a kina është, a është zgjidhje me i praktis katunet me dollë me blini ajo është, për hesap të me budallakia me modhe që egzistan. Zdi pëse delaj, i qëtë tonë që ta, i qëtë nëse kakë, që këta zvinë më... A Gjasali, ta është në du me të pyet ty pak për pjesën që do me thonë rinian, as rinia, as njerëzit që jetojnë për fshotra nuk po kanë qef me umirë me blegtorie dhe bujtësi. Shumë qude është vëllohi, shumë dhimet aje punë që u eliminua ja, pse s'di, që e me mera puna. Që unë këtë sahare vi me marë që tonë të kje Ramizja, për shambull 3 paguaj, 2 mjep falë, qëka dhe që të marë? Okej, do me thonë i pagun 3 fosë kështë plek? Po, 2 falë me jep, që se të merri, veç me të bo mirë. Edhe ka kjo për shambull, ka kapacitet madhë ka kjo. është shumë grua mi punëtore, është ka tonë. Se disa thonë që do me thonë, kush është fajturi, se cili na mirë me blegtorie dhe bujtësi, se cili që ka jetuna për katune, e ka pos një lop, e ka pos një veç, po sot do të ka ndryshu kuha. Ti, kush mendon që është fajturi që ka ardhur kjo ditë? Po më duke që gjithë të prind është. Më duke të prind është ajo punë, se nuk ka qef. Unë për shembull s'kam qef, s'ka qef as djali. Nuk ka qef as shika. Po kur më shohin muë aty, tonë vinë. Se po vinë qëta të Ramizja qëtu. Se kjo po punon. Po i po më do me thot që ti pagu që tonë thmija vinë. Nështë api qëtin e thmive tonëve, u jetë në krye kjo. Nuk është në humbje me që tonë. Jo, absolutisht nuk është në humbje. Së është në humbje me këto, se për shamë një që si... Sa po bë një lupë sa të oqë? Të 3.500 euro. Të 3.500 euro nuk mundi merë asë. Po, që avala së një nëzirë? Kur? Asë në Gjermani, asë kërku heqë. Jo, ajo së është heqë. Po se t'jo valla po, nuk e di qa, pse. Se mos punesh ka të ki. A menon pak që ke pjesa që thuj një era pleu, disa thujnë që gratë nuk po dojnë me umirë me këtë punë. Qa është me një mërë? Krejt të gratë është ati. Po thua? Krejt. Ta është linë bjetë qika për shamëll qika jeme. Nuk e din qka është në bashkë, si ja di emnin frutit. Nuk ja din. Gruaja i punë krejt e jemja. Edhe pse është në barnaturit i punu, është i punën, e ka posë babën dhe me thonë, ajo, e ka mësu dikush. A këto, që to për shamëll këtë botë kë, din diçka, a tjetëri që ka linë banesën, merët me qatë kompjuter, gjithë dhe numëri qatin tonë. Ti qa menon bacë për jetës sociale që e ka ndryshu krejt, do me thonë rinine, e ka ndryshu krejt jetesën, tash edhe burat pi gjenë me telefon. Qa po menon ti? Ty bë... Apo duket mira ju? Jo, valla 99.9% ma kesh. Kemi pas se fa tjetër na në kur te me kujmë. Kemi pas. Kemi pas hike, kemi pas vutje, për dhe me thonë, për ëshim dhe sen kemi hik, se para të djetë kumë të të jetë. Po knasin e kemi pas ma të mirë. Ta është shpull, kur gjë ditë në vjetë që atë rrët me telefon. Pa një pas vurdin e internetit, si të vjenë. Bile që ta është e rëndat, mësafir tonë e platë, vrina dhe që këtu, që sanë,
e kapën telefonat se cili, unë e meta undjën. Të një qëva unë e shkuva rash. E tha gruja pse? Që tha, mësafir se shtaj paskën telefonat. Do me thonë shkuve me flejt, ase ardhër mësafirt me nejtë, dhe se cili telefonat i kopja? Po, boni laf kush me mu, unë të nuk u idhënua, a i që shkuva rash. Dhe me I thonë, le mësafirt. arre ti re, ti me telefon për fërst për fëll me mua. Ka hupje zeti. Ka hupe. E bas dishta me të pyt pak edhe për këtë pjesë. Tja e kona herë mërgjim, ose a ki dikon mërgjim? Krejt. Unë im konë dhe me thonë 75, 72 një më konë Paris. Paris? Po. E Dhe në të Që rritë. u theve? Për ty beja e ka kufevë, që shtu të kja meteve sene, e u këtheva se nona më dejke fart atje, më dejke nuk reke pa muë që ashtu të një, e lash u këtheva. U këtheva... A i re pishmën që i këthyja si re? Gati që edhe ja. Se këtu i kom djelt, që si ka kushën kësur heq. Djem të tua? Respektin që i ma bujnë ata se dikush heq. Gru që ashtu kom shumë të fort mirë. Nashta dhe i ke rritë që shto batë, se të sot ponim gjithë shka do me thonë, piqojnë edhe më domat pleqve primt. E mu po më vje mirë që ti do me thonë po thu që djem të tu të respektujnë, të ngujnë, i ki për gjithë shka. Jo, veç djem, që i kom të mitë, që i kom rritë. Edhe reja. Po dhe rejat. Po në i kom rejat ati që njone që i thonë tjetra quat. Babgjesh. Gatuën burë, besë për mua gatuën, se se ha bukën ta, se ne ha kërë. Sa mi gatuën dhe më Gatuën bukën, për zotin nërë. Të në djeld, nuk më vesin a ki para skije. Vesh ti dorëzojnë, Jo, heq, ma që esin penzi, si penzi që është, që kom penzin për shamëll. Po. Se cili mi qëtë qash pare, sa kom penzin, njone... Ti qesin djem, ta? Mi qesin, me satone një shishu i shpes e bije, se s'gudem me trupi ty. Bravo të qoftë mëre, që po jep një shambull ka shtë mirë. Ja, po është, se mësë me konë thamë, vëlloj zhvin kur gjë. E qa menon që piqojnë prind të ndomat? Vëlloj, aja se ka të vetin atë vlad, asë nuk është po, sështë asë njeri aj, se edhe pse se ka kur gjë i duhet me smishu, e që ato më si kimë të ime majtë. Jo, në kur e thonë, djelve qështë diçka, letë u mushën sytë. është qyrë, me që ato. A Gjasali, edhe për fund, se e lam një bisedë në gjysë, të Baxhanoku, the që e kini Baxhanak që e dënë shumë. Po tash ti, ky adin që bojnë hajgore pak shqiptar, që thujnë Baxhanoku ma i ngonë se vlo, qa menën ti për këtë pjesë? Gjithë kush e ka provu se anin asja si, po që ky mu ka gjinë, që se kum prit heq. Po, a? Se kum prit heq, a di që në gjinët ky mu ka gjinë. Sa mirë. Mu ka gjinë kështu pa kur fër pritese heq, që t'ka pritu heq, se konë rëzika e punë, e rëzikshme konë që ka pas lirë 120.000 markë. Qa i kishe thonë diçka pe kësoj interviste Baxhanoku të në të preferumë? Përmen një emri nësë të në? Vëllo, ajo është uju Bekteshi. Po, që njeri ma mirë, s'ka pas kush që më bënë Kosovë. As kërkun. E këm ka bo, mi ka thonë veç hajde, e u kri puna. Po më vjen mirë që dhe mesazh të mirë edhe për vllon tën, edhe për Baxhanokun, edhe për Rejat, edhe për bashkëshortën tonë që është farmaciste apo. Po, vëllai, është bana të rëndë. Si punës, edhe para se me shkum punë delte boshqa e këshyr boshën. Edhe djem që po ta qetëshin domethënë pensionin secili çdo muaj. Sëm vetë aja ki fora skije. Faleminderit shumë Gjasali. Edhe te ju faleminderit. Ti vlloi i boci domethënë. Si e ke emrin? Sejdi. Sejdi. Ti u përfshive pak në bisedë dhe po përfshije që edhe u emocionove. Po thash që neve nuk ka duhet me dalë në atë kohë, për i fshatrave kur s'kish perspektiv fshatë. Rrugë këqijat, pa shkollë, pa rryma, pa sene, pa traktora, pa konë bukur shtirë me jetu, sidomos viset malur. Po tash jenë të krejtë kushtet, kanë rrugën, rrymën, gjitha mundësit edhe me i braktis pa pëndëhët, e që dishme se ka jetë ma të mirë, mund me borë një jetë mirë në fshatë, me një lëpe, dhije, po ka mundësit shumë ta për me jetu në fshatë që tash, dhe ka infrastrukturën e mirë.
Gjithaj ka. Mungon kur gjatë. Kur gjë s'mungon. Ma shpejt vjen prej një katunin Prishtinë se nështë me dojnë prej Shumë. në qëndër. Shune në katun që kemi dalë për tine, ta shkoj për 5 minuta, 20 minuta, Prishtinë, Qiceli. Atëherë s'ku mujtë më orë para 5-6 orë edhe të orë me ke rekuale. A menën ti pak që është bo një lloj smundje kështë e shekullit me braktis vendin për një jetë më të mirë? Se dyqysh se cili, sidomos rinia është fatkeqësi që pe ka atë mendimin me dale. Qa mendon ti? A ki dikon gurbet? Personal. Po i kam 2 qikat i kam në kanat. Jem a ki? 2 djemt i kam kësaj. Kësaj di. Nëm për fat mirë ata se braktesin për qikat, po. Një jetë dinamike, se cili po këshyrë tash me pas të njëre, kena pasin një standart, Tash, tonë për mënyrën me mërit diçka ma shumë. Ma letë për duhet në ashta me shkuën e për gurbet, cila që i sosht e letë, që më kom pak. Je ka në gurbet, do më thallë s'ka pëlqy? Jo, heqë, bëmenoj që atëre në valën e luftës, po... E ke provu shkurt e shqip? Shkurt e shqip, që nuk po bëjke, për dikën mos më ka pëlqyer. Kom gjetë vetën këtu, se cili më në gjonë vetën këtu nëse do. Qa mendon ti po besoj e kanë me vizitu edhe vojzat a halosish? Po, jem. Qështu ka duk jeta atje? Se disa thonë që është e mirë, disa të tjerë thonë që është pak eftof. Për mu Kanada e ftëf. Një om nuk ime kanë rënë në shoqni. Vojzat në punë, ti rritën ditën shetit aty në rrugëve që lasin njehë edhe si janë tuat lanë për shtypë. Mos më lënë për shtypje, sa do që është e bukur, sot vend që i të ka lindë, së më duket interesant. Po më pëlqen të që djemë ti pas kanë nejtë të thëmë kështu në Po, Kosovë. djemë ti kam të mirë. E djemë ta kam pos në herë dëshirë, në është ta me shku me jetu jashtë. Jo, vëllas, asnjëherë. Jenë konë që atëherë të vëgël për lufta, sa e atë edhe ku me ditë su pilqej as aty në u këthyrë. Edhe s'kanë tentuar me shku, me gjithse kanë posë mos i kanë dë profesione që ju ki vyë me shku atje, po i kanë gjithë vetën këtu. A mendon ti, Agja se i di që edhe në Kosovë me dosht me punu njeri, monet me pas një jetë stabile në ashta, qysh e bën atje. Atje për shambull është rruga pak ma e lartë, po mos të harrojmë që edhe hargjimet janë pak ma të ndoja. Po ti qa mendon për këtë? Po unë për vetë i kom gjithë vetën qyty, i kom rritë smin, i kom shkollu, s'm ka mungu kur jo shpia, kërë, shqiptitja, i kom pas familjarë të afer. Kom mujtë me punu edhe moj, edhe punoj hala, me desht, me punu kava. Ka mundësi, ka të na mundët njëri me jetu. Po kanë gjithë ma letë në ashtaj që kaj në Gjermani, ku që se di qysh. Mund jetën mule pregadit vetë ushqim me bëm me dejti merë familjen, pak e zëshme, po. E kanë zhjirë që atë mundësi i zaheret të i bënë për ditë. Dishta me dojnë pak edhe të pjesa e zojës Ramize, që ka orë do më thonë prej gurbetit, me investu këtu në Kosovë dhe me i moj të lëpë edhe është do më thonë qytetin e Prishtinës. Qarë menimi kiti për këtë pjesë? Qysh po duket në ashta një mërgjimtare me orë prej Zvicrës edhe me i plej lëpë me mujtë me marë se cili ka pak mësim pejsojnë a i miru kom. Që ke ka bo një hapë shumë të mirë, shumë qillu. Dhe e përgëzojmë për këtë fuqit saj që i mundët me përballu këtë punë. Edhe dishta me të pytë, a ka me orë një ditë, si pas mendimit tënë e kam fjallën, që kanë me u këthy krejt ata që kanë shku edhe kanë braktisë Kosovën. Qa me nënë ti? Pak pyetje si e ronë, kështë që pej si pleshin një je pak, dojnë më këthy në Kosovë. Se cili, po interesant edhe ata që i kanë lindë nipat për shembull, sa dhe dojnë Kosovën, jo Kanadën, të mitë. Okej, kanë qef me po, të du më shku në Kosovë me jetu, edhe pse s'ka lindë. Kosova i ngre dhe u du më këthyje njerëzit, ku është ka mundësi, pse me i braktisë. Nuk ndërtohet as shteti, as shpia ty e braktisë, po ty e punu ndërtohet.
nëse punojmë, thonë edhe shteti forcohet, edhe familjet, edhe Krishti. Po nëse braktisin të tonë, vi me hargjoj veç një herë në mujt, në vit. S'mu ka do këtë mirë. Ty edhe të pjesa e lubëve që më tregoj edhe vllai yt që bylmetin e bleni prej zëjës Ramize. Që shpiju do këtë bylmeti i saj? Po ty e kanë pastër të mirë, unë e kam një grua shumë që me thonë mërzime që nëse nuk i pilqen, po me teka nëse si pilqen, s'vjen, po këty e vjen e merr lirisht. Nuk ka një vret, jo shumë pastër tia dhe është bia, nuk ka asë një koncentrat, asë kur ju rritën këtu bia, tomë i gjojeve, bia është shumë i mirë.